Gjithashtu, me aty ku ligji i forcës së rëndesës ndikon, si që janë edhe skit, normalisht duhet që të kuptojmë pak më shumë se çfarë do të ndodhë. Do shkoj me Elvis Toçin, presidenti i Federatës së Skive, i cili do më tregoj pak më shumë për kupën botërore të skive në Austri, ku edhe Lara do të konkuroj për të mbajtur sigurisht titullin e saj si kampione e botës. Mirë se vjen, Elvis. Përshëndetje dhe më falni për zhurmën e madhe, po më bukur se kaq nuk mund të festoj Lara Kulturi. Elvis, zhurmë nuk ka. Unë nuk ndjej shumë zhurmë, po ti dëgjohesh pastër edhe qartë. Megjithatë s'kemi shumë kohë. Ky ishte meraku im. Çfarë do të ndodhë? Si duket situata në Austri? Situata tani mbas pak minuta hidhet shorti dhe Lara është në top 10-ën, pra me shortin që hidhet në këto momente, Lara Kulturi mund të jetë në o e para o e 10-a, sepse është shorti. Lara 10 ka dalë 5-ta në botë dhe fal televizionit shqiptar, unë nuk do ju mbaj gjatë, fal këtij bashkëpunimi me Federatën e Skive, ne do të bëjmë të mundur që nesër çdo shqiptar nga veriu në jug të shohë Shqipërinë, të shohë Lara Kulturin dhe pse jo të bro rasi dhe mund të kemi dhe surpriza. Të gjitha parametrat janë, natyrisht është sport shumë i vështirë, është sport që ka rrisje, por që ja tani po dalin në skenë të gjithë sportistët për nesër, por që shpresojmë që Lara Kulturit na falin një emocion dhe me emocion pse jo të këndohet dhe himni shqiptar në zemër të Austrisë. Do kemi mundësinë që ta shohim në RTS Sport, apo jo? Edhe Larën në le të themi në garën e saj. Në RTS Sport dhe në RTS 1 nesër Shqipëria do të preki për herë të parë, fal televizionit publik shqiptar, fal këtij bashkëpunimi, do të ndjej Shqipërinë në borë, në mes të Alpeve të Austrisë. Është një emocion jo vetëm për mua, që i kam dedikuar jetën këtij sporti, por është një emocion për çdo shqiptar dhe ne do t'i tregojmë botës që dhe me Larën, dhe me gjithë shqiptarët e tjerë, Deni Xhepën, Kevin Qerimin, Liza Brungën, ne kemi krijuar një ekip të shkëlqyer me shumë sportistë që Shqipërinë do ta bëjnë shumë krenare në një sport shumë elitar. Çfarë ndodh në këto 24 orët e fundit? Si është situata, si është Lara emocionalisht? Emocionet janë të forta, mendo për ne që jemi jashtë piste, jo më Lara, që nesër do të jetë me 100 km/h në akuj, është një stres, është një dëshirë për të garuar, është një atlete që është profesioniste dhe ditë menaxhoj dhe emocionet. Kështu që e ka menaxhuar edhe këtë pjesë, domethënë. Relaks dhe nesër do kemi mundësinë që të marrim vesh. Pa diskutim dhe i ftoj të gjithë shqiptarët mos e humbin këtë shans, sepse nesër direct live televizioni shqiptar me komente të mrekullueshme. Në çfarë ore do jetë pak a shumë, Elvis? Në orën 9:30 ne fillojmë, në 10:05 fillojmë live në televizionin shqiptar me komente, me pamje piktoreske, me emocione që rrallë herë i ka parë Shqipëria. Dhe mendo sikur këto emocionet bukura malore do t'jetë fitoria e dytë ndaj Serbisë nesër. Për mua them se kemi emocione. Do t'jetë fitoria e dytë. Më besoni që në zemër të Austrisë, ti marrësh kupën Austrisë, më besoni është një arritje e pa. Është një arritje e madhe. Elvis, të falenderoj shumë që të pata në bisedë dhe të uroj suksese nesër, i uroj suksese Larës edhe patjetër edhe atyre të cilët do ta ndjekin këtë sport. Paçit vetëm fitore, edhe arshit me le dëgjoj atë himnin shqiptar. Edhe më falni për zhurmën se me zi dëgjoj. Mbrapa kemi flamurët shqiptar dhe me këtë e mbyllim. E mbyllim, të përshëndes edhe unë me flamurët shqiptar ndërkohë në sfond, jasë sa bukur ato që valvite, ndërkohë që pritet që t'jepet edhe rezultati për Larën. Unë e mbyll programin për ditën e sotme, iku dhe data 24. Është e premte, ju uroj një fundjavë të këndshme që të gjithëve ju lë kështu në kohë reale për të mbyllur, por edhe për qëndruar me Radio Televizionin Publik Shqiptar. Bashkë takohemi të hënën, gjithë mirat.